Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar pas përfundimit të procesit të numërimit të gjitha votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Kurti, përmes një video të publikuar në profilin e tij në Facebook, ka falendëruar të gjithë qytetarët për besimin e dhënë. Lëvizja vetëvendosje doli subjekti i parë politik, me rezultat të qartë prej 47.13% me gjithsej 53 ulse në Kuvendin e Republikës. Vazhdojmë të jemi subjekti më i madh në vendin kuvend dhe edhe një herë përfaqësojmë shumicën shqiptare në parlament. Kjo fitore e fuqishme që vjen si rezultat i mbështetjes së madhe qytetare do të ishte pamundur dhe pa imagjinueshme pa angazhimin e mira qytetarëve vullnetar. Kryeministri kërkoi konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e presidentit sa më parë. Tash është koha që të sillemi në përputhje me vullnetin qytetar të shprehur në zgjedhje dhe rezultatin që ky proces ka prodhuar. Nga viti i kaluar kemi humbur shumë kohë dhe është jetike që sa më parë të kemi kuvend të konstituuar, qeveri të re me mandat të plot dhe president apo presidente të zgjedhur. Tash presim certifikimin e zgjedhjeve në mënyrë që të nisim punën në drejtim të formimit të institucioneve të reja. Për formimin e qeverisë vetëvendosje si nevojiten edhe 8 mandate të cilat mund t'i marrë në koalicion me Pakicën. Ndërkohë, për zgjedhjen e presidentit kërkohet pjesëmarrja e të paktën 80 deputetëve në procesin e votimit, një çështje që ishte ndër arsyet kryesore që çoi vendi në zgjedhjet e parakohshme.